që për shembull vjen me fëmijë për kësaj, që bie fëmia që janë zakonë këtë, është komën këtë, e fa komën, që qëra të mund të merr fëmia komplet. Rastisht ka mujtë me lëshumë vjetë këtë poshtë me radhë të më atë vjetë. Ju kësha lu dhe që në toke që e sa ma shpet në kry. Kjo është gjendja urës në Vaganicë të Mitrovicës. Një pjesë e betonit është shembur dhe konstruksioni metalik ka dalë në sipërfaqe. Sipas banorëve, ura është dëmtuar prej vitesh dhe mungesa e investimeve e ka kthyer atë në rrezik të përditshëm për këmbësorët dhe automjetet. Frika më e madhe mbetet siguria e fëmijëve dhe mundësia që ura të pësojë shembje. Por, pavarësisht kësaj, nga Ministria e Infrastrukturës, konsiderojnë se gjendja e sigurisë së kësaj ure është stabile. Vallai ka 15 vjet i ka. I ka mos ma shumë, nuk e di bashkësakt, më me të rajtë 15 vjet i ka sigurisht. A është investu në arte kjo? Kur, heq. Që e kanë rrugë me kamiona, që orë kamiona e kanë rrugë më kur, heq. Që të e këna lijo me tërë qërë aty, që me tërë, që të këna lijo me tërë, këna lijo se kjo qërë. Nësë me lijo, ka mujtë me një dikan, qërë, sot qërë që shlinë, qërë vetë. Kjo është e para parlamentimit është kjo urë. Është kjo mëti, i kanë dalë hekrat urëzbit ura. Po, mrena mundësive, ma mire që ta si punua, se mi punu të re. Po, shpesh që sajt i binu, mas shumë të shpesh. Ka shkën dalë në qytet. Po, rastisht ka mujtë me lëshumë vjetë këtë poshtë me radhë të më atë vjetë. Që sa është ajo gjendje që ashtë betoni dëmtuar, që sa ku është? Po, që një kohët gadë, valla, ka të kujtë që një vjetat, 2-3 vjeta ma shumë. Drejtori për shërbime publike dhe infrastrukturë në komunën e Mitrovicës së Jugut, Naser Muja, ka thënë për Kallxo.com se pas vlerësimit fillestar, ekipet profesionale janë angazhuar për bërë një ekspertizë të plotë teknike dhe për të vlerësuar nivelin e sigurisë së urës. Drejtori ka theksuar se kompetencë direkte për ndërhyrje në këtë urë ka Ministria e Infrastrukturës. Komuna ka ndërmarrë vazhdimisht hapa institucional duke adresuar shkresa dhe kërkesa pranë Ministrisë Përkatëse që nga viti 2015, përmes të cilave është njoftuar për gjendjen e urës dhe nevojën për ndërhyrje. Po ashtu, edhe gjatë këtij viti, përkatësisht javë më parë, komuna ka ripërsëritur kërkesën dhe ka informuar institucionet përgjegjëse për gjendjen aktuale. Shpresojmë që në ditët në vijim Ministria kompetente të ndërmarrë veprimet e nevojshme. Komuna e Mitrovicës mbetet e gatshme me të gjitha kapacitetet të saj të ofrojë mbështetje dhe bashkëpunim për çdo ndërhyrje që konsiderohet e nevojshme. Në përgjigjet e Ministrisë së Infrastrukturës për Kallxo.com thuhet se gjendja e sigurisë së urës është stabile, por e përcjell me disa dëmtime, siç thonë pa rrezik për pjesëmarrës në komunikacion. Ditët në vijim, kompania projektuese do të përgatisë një raport fillestar të detajuar rreth gjendjes së urës dhe do të dalë me rekomandim nëse duhet të rehabilitohet ura ekzistuese apo të ndërtohet urë e re. Varësisht nga rekomandimi i kompanisë projektuese, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit do të trajtojë me prioritet rekomandimin e kompanisë projektuese.